8 dhjetori njihet në Shqipëri si dita kombëtare e rinisë, një ditë që rikujton rolin e studentëve dhe të rinjve në ndryshimet historike të vendit dhe rëndësinë e angazhimit të tyre në zhvillimin e shoqërisë. Edhe në Shkodër, kjo ditë është shoqëruar me reflektime dhe mesazhe nga vetë të rinjt, të cilët e konsiderojnë këtë datë një moment për të ngritur zërin e tyre. Dita e rinisë për mua është një ditë që është shënuar në kalendar, jo vetëm për mua, por të gjithë rinjt tonë. Ajo na kujton se ne duhet të ngrim zërin dhe duhet të dëgjohemi nga të tjerët. Na tregon që ne duhet të kujtojmë se zëri ka peshë dhe mund të bëjë ndryshime të mëdha. Ne duhet të përpiqemi për të ardhmen që ne duam. Mendoj që më përpara nuk është dëgjuar mjaftueshëm, por ditët e sotme ka nisur të dëgjohet më shumë, por duhet që të përmirësohet dhe duhet që të rinjt të përkushtohen më shumë në punën që ata bëjnë. Sot në ditën e rinisë duhet të kujtoj të rinjve që jemi forca dhe shpresa të ardhmes tonë, prandaj ne duhet të punojmë fort që të arrijmë ëndrat tona të mëdha. Të rinjt shprehen se ka nevojë për më shumë mbështetje, institucionet duhet të kushtojnë më shumë vëmendje mundësive të zhvillimit, punësimit dhe krijimit të një ambienti që të mos ndihen të detyruar të largohen jashtë vendit. Me ikja shtetit, se ka më të ardhmë anina. Menoni se s'keni mbështetjen e duhur tonë? Ja. Kushte, gjithçka më shumë. Më mirë me ika ne, me ne se ka më të ardhmë, ka më shumë kushte se këto. Ne të rinjt kanë nevojë për më shumë mbështetje për me zhvillu të gjitha talentet tona dhe të kena rrugë të hapura në jetën tonë. Mendoj që në Shqipëri nuk mund ta shohim si mbështetje shumë të madhe, pasi jashtë shtetit ka edhe më shumë për të kërkuar. Por besoj që të gjithë të rinjt që nëse qëndrojnë në Shkodër ose në Shqipëri, ne mund të bëjmë diçka së bashku dhe mund të bëjmë edhe të tjerë që të rrinë këtu dhe ta rregullojmë vendin tonë. Në këtë 8 dhjetor, mesazhi i të rinjve të Shkodrës është i qartë, ata duan të dëgjohen, të mbështeten dhe të shohin një të ardhme që ja vlen të ndërtohet brenda vendit. Dita e rinisë rikujton se zëri i tyre është i rëndësishëm dhe se investimi tek brezi i ri mbetet një domosdoshmëri për zhvillimin e Shqipërisë.